Deputeti socialist Erion Braçe ka konfirmuar zyrtarisht kandidaturën për Bashkinë e Tiranës vetëm pak muaj para zgjedhjeve vendore të 11 majit. Në një videomesazh në rrjetet sociale, Braçe sqaron motivin e kandidaturës së tij, duke theksuar se kryeqyteti nuk ka nevojë për një qasje ndryshe. Po e kam seriozisht edhe shkoj deri në fund, me ju bashkërisht. Nuk është ambicia ime personale, nuk është interesi im personal, por mendoj që kemi një mundësi shumë të madhe për ta zhvilluar këtë qytet në një dimension të ri, përfshirës dhe ku gjithë secili gjen jo veten e tij, jo thjesht jetën e tij, por të mirën e tij. Deputeti socialist ka një mbështetje të madhe në kryeqytet. Në zgjedhjet e fundit të Braçe u rënditi dyti më i votuari në Tiranë, duke u bërë një nga figurat më të mbështetura në të gjithë vendin. Ai ka shërbyer më parë në Divjak, ndërsa më pas u caktua në njësim 5 të Tiranës, ku angazhua për denoncim dhe zgjidhjen e problemeve të banorëve. Kandidatura e Braçes vjen pas vendimit të kryeministrit Edi Rama për të caktuar Rogerta Manastirliun si kandidate për kryetarin e Bashkisë së Tiranës, një vendim që u pezullua për shkak të rikthimit në detyrë të kryebashkiakut të arrestuar Erion Veliaj. Megjithatë, Manastirliu mbetet emri potencial i shumicës, pasi në asamblenë e fundit të Partisë Socialiste u caktua drejtuese politike për Bashkinë e Kryeqytetit. Me një karrierë të gjatë brenda Partisë Socialiste, Braçe ka mbajtur pozicione të ndryshme, përfshirë atë të zëvendës kryeministrit dhe deputetit për disa legjislatura, duke sjellë një eksperiencë të gjerë politike për sfidën që po pritet të përballet në kryeqytet.